Futini këmbët në këtë përbërje para se të flini, do trajtoni një nga problemet më të mëdha që keni. Pas një dite të lodhshme, çlodhja e trupit dhe muskujve është thelbësore për një gjumë të mirë dhe më të rehatshëm. Por disa metoda natyrale të cilat mund të shndrojnë edhe zakonet më të mira të cilat ndihmojnë edhe për të çlodhur më mirë gjatë ditës. Në këtë video do ju rendisim të gjitha arsyet kryesore pse duhet të ndiqni këtë ritual çdo mbrëmje, jo vetëm për çlodhjen e trupit, por edhe për një sër përfitimesh të tjera. Ju sjellim në këtë video një mënyrë natyrale shumë të thjeshtë të përdorimit të ujit të ngrohtë me sodë buke për çlodhjen e trupit, të muskujve përpara se të flini dhe lehtësimin e problemeve të kallove të këmbëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Futja e këmbëve në ujë me sodë buke, sidomos në ujë të ngrohtë me sodë buke të paktën një orë përpara gjumit, mund t'jap lehtësimet më të mira edhe në një sër problemesh. Mjafton të shtoni në një legen me ujë të ngrohtë 3 lugë çaji me sodë buke. T'i përzjeni mirë derisa të tretet dhe t'i mbani këmbët aty për të paktën gjysmore derisa uji të ftohet. Kjo është një mënyrë shumë e mirë alternative e cila mund t'jap relaks më të mirë të shëndetit tuaj të këmbëve dhe gjithashtu një gjumë më të rehatshëm gjatë natës. Do të shikoni se si dal nga dal do të ndjeni çlodhjen e muskujve të këmbëve, sidomos nëse keni qëndruar një natë të gjatë edhe në lehtësime të ndryshme. Në fund të ditës, lodhja e trupit do të përqendrohet më shumë tek pjesa e këmbëve. Ndaj ky ritual çdo mbrëmje mund të lehtësojë këtë komplikacion. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë buke do të çlodhë tërësisht këmbët dhe njëkohësisht do të largojë gjithashtu edhe kontraktimet e muskujve si dhe lodhjen e tyre, sidomos edhe lodhjen që mund të hasni kryesisht gjatë lëvizjeve të shpeshta gjatë ditës. Gjithashtu, uji me sodë buke ndihmon edhe në pastrimin e këmbëve, largimin e infeksioneve ose të mykut që prek zakonisht pjesën e thonjve dhe midis gishtave. Kjo do t'jetë një alternativë shumë e mirë lehtësuese në kushte shtëpie, çka do të nxjisë një relaksim më të mirë të gjendjes suaj shëndetësore, gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të këmbëve. Uji me sodë buke. E njëjta taktikë mund të përdoret gjithashtu edhe për çlodhjen e trupit tuaj. Në fakt, uji i ngrohtë me sodë buke rekomandohet edhe për të gjithë trupin. Mjafton që në vaskën tuaj të shtoni 3 lugë çaji me sodë buke. T'i përzjeni mirë derisa soda të tretet plotësisht dhe më pas të qëndroni në këtë përbërje për të paktën 30 minuta. Kjo është një metodë e mirë relaksimi që mund të bëni për shëndetin tuaj dhe të lehtësoni gjithashtu edhe lodhjen e tepër gjatë ditës. Ndjekja e kësaj metode mund të garantojë një relaks më të mirë të trupit, gjithashtu edhe largimin e papastërtive të tij. Nëse ndiqni këtë trajtim për të paktën çdo mbrëmje, lëkura juaj do të jetë më e shëndetshme dhe gjithashtu do të keni më pak probleme edhe me kallot e këmbëve. Kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike që konsistojnë në shfaqjen e një lëkure të trashë dhe të fortë në pjesën fundore të tyre, e cila mund ta bëjë të vështirë ecjen gjatë ditës dhe gjithashtu të krijojë komplikacione të njëpasnjëshme. Nëse jeni një person i cili vazhdimisht vuani nga këto shqetësime, ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie mund të jetë një lehtësim shumë i mirë i situatave tuaja stresuese dhe gjithashtu një relaks i mirë i këmbëve tuaja. Është në fakt kalloja që formohet nga fërkimi i lëkurave në sipërfaqe të forta, si ato të këpucëve ose në mjetet e punës. Kjo është një mburojë që trupi juaj krijon kundër një sër faktorësh. Mirëpo, për të evituar gjithashtu krijimin e fortë të kallove në këmbët tuaja, ju mund të ndërmerrni hapa bazë të cilat mund të ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të shëndetit tuaj të këmbëve dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Lëngu i hudhrës mund të jetë një alternativë shumë e çmuar në rastin tuaj. Nëse po mendoni të largoni problemet e kallove të këmbëve, lëngu i hudhrës mund të jetë gjithashtu aftësia më e mirë relaksuese e kallove. Hudhra ka veti të mira anti-inflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhni një thelpi hudhër dhe e përzjeni me një lugë vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni
mbi kallot e këmbëve, e mbuloni me fasho dhe e lini të veprojë gjatë gjithë natës. Të nesërmen i lani këmbët me ujë të bollshëm dhe më pas i hidratoni ato me krem. Preshi në kombinim me uthullin e mollës gjithashtu mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë relaksuese kundër shqetësimeve tuaja. E pasur me vitaminën C, preshi është i shkëlqyer për lëkurën, sepse ka edhe efekte të mira dizinfektuese. Vendosni një copë presh për 24 orë në një gotë me uthull molle. Aplikoni lëngun e përfituar në kallot e këmbëve dhe e lini të qëndrojë aty për disa minuta. Më pas e përdorni edhe duke aplikuar. Kjo recetë e përdorur vazhdimisht çdo mbrëmje mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë relaksuese për shëndetin tuaj të këmbëve, gjithashtu edhe kundër komplikacioneve të tyre. Kamomili gjithashtu është një metodë efektive për shëndetin tuaj të këmbëve. Kamomili ka veti të mira antiinflamatore, është ideal gjithashtu për trajtimin e kallove në këmbë dhe gjithashtu relaksimin e këmbëve tuaja. Ndjekja e kësaj metode në kushte shtëpie mund të relaksojë problemin e kallove dhe të nxjisë gjithashtu një formim më të mirë të shëndetit të tyre. Kamomilin e aplikoni direkt në pjesën e kallove dhe e lini të veprojë për të paktën disa minuta. Më pas e shplani atë me ujë të bollshëm dhe aplikoni krem hidratues. Ndjekja e kësaj teknike në kushte shtëpie mund të ndihmojë në një higjenë më të mirë të këmbëve dhe gjithashtu pastrimin përfundimtar të tyre. Është e rëndësishme që të përdoret me kujdes dhe gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu edhe dëmtimet që ato mund të shkaktojnë. Kallot në këmbë kthehen vërtet në një problem shqetësues, sidomos edhe në stinën e verës. Nëse vuani prej tyre, rekomandohet që të mos vraponi direkt tek ilaçet ose aplikimet e shtrenjta, por si fillim të ndërmerrni hapat bazë edhe për të marrë trajtimet më të mira në kushte shtëpie, çka do ju ndihmojnë në një relaks më të mirë të shëndetit të këmbëve dhe gjithashtu përmirësimin e shëndetit të tyre. Kallot në këmbë janë shumë të shpeshta, por të shumta janë edhe trajtimet që mund të lehtësojnë këto komplikacione. Ky shqetësim, i cili prek si meshkujt ashtu dhe femrat, përveç se shkakton edhe dhimbje, rezulton të jetë shumë i bezdisshëm edhe në jetën tuaj të përditshme. Kryesisht mund të shkaktojë dhimbje të forta dhe vështirësi në ecje. Nëse jeni një person që vuani nga shpeshtësimi i kallove në këmbë, atëherë përpiquni të ndiqni trajtimet më të mira natyrale në kushte shtëpie, çka do t'i japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj të këmbëve. Femrave u drejtohet kryesisht një paralajmërim. Nëse dëshironi të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet t'i zgjidhni ato të cilat janë më të rehatshme për këmbët tuaja, pasi parehatia e këmbëve është një nga faktorët kryesorë që kontribuon në shfaqjen e kallove të këmbëve. Ndonse nuk ka ilaçe specifike për largimin e tyre, ka trajtime natyrale të cilat në kushte shtëpie mund të ndihmojnë në largimin përfundimtar të kallove të këmbëve në mënyrë natyrale. Së pari, një recetë natyrale për kallot është edhe limoni, për t'u aplikuar direkt gjatë natës edhe do të lehtësojë komplikacionet e këmbëve. Edhe xheli me bazë aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë për problemet që shfaqen te këmbët. Ju mund të përgatisni një përbërje të vogël me xhelin aloe verës me 3 deri në 4 lugë gjedhe dhe më pas ta përzjeni me vajin e susamit. Ta vendosni këtë në pjesën tuaj të kallove dhe ta vendosni një garzë sipër saj në mënyrë që të mos përhapet gjatë natës. Kjo është një mënyrë alternative e cila në kushte shtëpie mund të sigurojë një mbrojtje më të mirë të këmbëve. Ndjekja e trajtimeve natyrale në kushte shtëpie për kallot e krijuara në këmbë mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj, nëse doni që të mbroni shëndetin tuaj të këmbëve, ndiqni trajtime të cilat ju përshtaten më shumë edhe sipas nevojës së përditshme. Sigurohuni që t'i përdorni ato me kujdes dhe gjithashtu në mënyrën e duhur. Kështu do ta keni më të lehtë të mbani larg këto komplikacione. Është e rëndësishme që nëse kallot krijojnë edhe vështirësi në aktivitetet tuaja, drejtohuni drejt konsultës me mjekun. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.